Rregulli dhe korrektësia në funksionimin e transportit urban në Shkodër po japin rezultatet e para konkrete, vetëm pak ditë pas nisjes së zbatimit të orareve fikse dhe linjave të rregullta. Qytetarët e përdorin këtë shërbim konfirmojnë përmirësimin e ndjeshëm, duke theksuar se tashmë transporti urban është më i parashikueshëm dhe i besueshëm, çka u lehtëson ndjeshëm lëvizjen dhe organizimin e përditshëm. As si çerekurët nuk ka vanu. Tash kaloj, unë kish një atë të orë, kurërboni miku për pak, që ku erdhi tjetri. Në rregull, orar, sa dola këtu, me sekonda ka orë. Dhe që kam orë, një atëherë, për mu ishte gati. Knaqen. Ja, nuk kena pritë se pa utira ja. Aty ardhë mirë, për para kena pritë shumë më mirë. Ndërkohë, administratori i këtij shërbimi në Shkodër, Melidion Dervishi, bëri të ditur se ndryshimet e aplikuara kanë sjellë një impakt të menjëhershëm pozitiv. Sipas tij, vetëm gjatë javës së fundit është regjistruar një rritje prej 25 deri 30% e numrit të përdoruesve të transportit urban. Numri i pasagjerëve është shtu, me thënë të drejtën, dhe shifet një impakt pozitiv. Përse përket qoftë qarkullimit, i cili është lehtësuar edhe nga masat e marrura nga ana e Bashkisë Shkodër, nga policia bashkiake që po monitoron edhe po mundëson që segmentet ku shërbimi i transportit urban operon. Dhe shpresojmë që qytetarët të frekuentojnë sa më shumë transportin publik. Kjo rritje shihet si një tregues i qartë i besimit që qytetarët po rikthejnë ndaj transportit publik, ndërsa vendosja e standardeve të reja në shërbim pritet të ndikojë edhe më tej në rritjen e cilësisë së jetës në qytet.